kanë qenë deputet, kanë ndihmuar, sigurisht kanë bërë dhe punë, sigurisht kush është në kauzën penale, nuk është aty të paktën ata që janë thirrur ke zyra e SPAK-ut, se nesër nuk e dim. Nesër nuk e dim as për nga krau tjetër se çdo ndodh. Jo, janë disa të lista e hapur, po gjithsesi. Ke lista e hapur. Megjithatë janë disa emra që janë në funksion të marrjes së votës. Janë në funksion të marrjes së pushtetit dhe të kalimit kë 50%. Kjo është strategjia. Edhe unë ju them, unë kam njohje si me zotrinj, njohje dhe me deputet si gazetar, me deputet socialist. E dini ju që më kanë marrë dhe deputet socialist, më thonë, a voton apo nuk voton? Nuk e kam përbull. Dhe qofse unë e them voton, a jemi miq apo nuk jemi miq? Ti beson ke unë, do më thënë. Kanë kërkuar votën hapur. Po, ju është krejtë e drejtë. Duhet ta bëjnë dhe këta zotrinj. Jo me mua, do ta bëjnë të gjithë. Qofse doni për të fituar betejën, është modeli i atyre. Nuk është modeli i zotrinjve të tjerë, po themi edhe të Partisë Demokratike. Nuk është modeli qytetar. Edhe një element që përmendi Ali Bea, SPAK-un. I vetmja parti e re që pa asnjë kompromis e thot SPAK-u do mbështetur dhe pikë, jeni ju. Në fakt Rama dhe do bëj një pyetje te Ali Bea, Ali Bea është aktor politik, por është aktor juridik i rëndësishëm. Ka marrë pjesë në shumë ligje të rëndësishme si ministër, si deputet, dhe Rama mban një qëndrim politik të kujdesur nga SPAK-u. Që do thot, se edhe SPAK-u, të mos e konsiderojmë perfekt, ka problemet mëdha, edhe ata janë qytetarë si ne, janë pjesë e një shoqërie në zhvillim që është shoqëria shqiptare, nuk janë të përsosur, pavarësisht mbështetjes që kanë, po themi ndërkombëtare të rëndësishme dhe e cila u kthye, sepse kur një moment pati një stopim të asaj, besoj që ra përqindja e mbështetjes, po themi të opinionit. Por me rikthimin e tyre, edhe keni dhe ju në sloganin tuaj, jo nuk shkojmë nese ka shkuar FBI dhe SPAK-u. Se është janë këtyre amerikanët. Po, ama, mua personalisht më duket e drejta ajo që thot Rama për standardet në hetim. Sepse kur ti shkel disa standarde në hetim, atëherë duhet patjetër vendosur një filtr ke ju. Sepse ne kemi një institucion i cili tashmë nuk ka limite. Është institucioni vetëm SPAK-u. Në këtë rast, besoj që duhet konsideruar edhe një lloj oponence ndaj SPAK-ut, që tjetë më rezultativ, që tjetë më pra për ta përmirësuar dhe jo për ta cënuar në punën e vet. Po i kujtoj zotrinjve, sipas me titull personal, perfektshmërinë, po them perfektshmëri që është e paritshme, por ose mënyrën më të mirë të mundshme të komunikimit me publikun dhe me elektoratin të zotit Rama. Qofse zotrinjt nuk e konsiderojnë Ramën që ta heqin, jo ti luten hik, ju garantoj që jo 70+1. E kuptova aty. Po edhe më tej do shkoj. Mund të jap një opinion tim mbi atë se çfarë thet? E para ishin një ose dy slogane të cilat nuk janë tonat më. Rama ik apo jo. Tani po kthehemi tek ajo gjë që ju e thatë me drejt tek pozicionin që Rama ka mbajtur, po themi ndaj SPAK-ut. Unë nuk jam nga ata të cilët e vlerësoj pozicionin e një kryeministri, të kryeministrit. Kjo është dhe kryetari i partisë, kryeministrit apo dhe kryetarit partisë, se çfarë ai thot mëngjes për mëngjes. Njëherë thotë kam Dumanin mik, njëherë e mbështes, njëherë tjetër thotë që është lutem, ta them deri në fund. Pa kështu, pa arsye. Sepse arsyetimi është totalisht i kith nga ai çfarë Rama bën. Është në fakt më e gabuara sjellje, qartësisht ballkanike, e një individi i cili raportin e vetë me institucionin e drejtësisë përpiqet ta lidh me emrin konkret. Në fakt, Rama nuk do të gjykohet thjesht dhe vetëm në titull personal, do ketë dhe ai radhën institucional. Rama është institucion. Por në rastin e institucionit, raporti që kryeministri, që është figura më e fortë politike në një republikë si kjo e jona, kryeministrore keni cilësuar. Kryeministrore, pikërisht për këtë arsye. E bën Rama dhe Berisha. Çdo lloj belbëzimi, sulm, agresioni ndaj sistemit është disfatist për të. Po, disa herë goditje të madhe me kryetarin e bashkisë, ta them deri në fund. Jo, të shkëmbehemi që më interesant më interesant besoj që është kjo që them unë dëgjova ju dëgjova me shumë kujdes. Duhet kuptoj nga ajo që thoni ju dhe ndaj ndërhyj. Po, kurse unë besoj që jam akoma më tepër zëdhënës se atyre 70%, modestisht. Pra, çfarë ka ndodhur? Ishte Rama i cili një moment atëherë kur amerikanët ikën apo jo, filluan të këndonin, qoftë nga ana e PD-s, qoftë nga ana e PS-s, si Berisha edhe Rama. Jo, nuk kishin këndë ndryshme, jo, nuk kishin një ndryshme. Për juve, për mua është e njëjta gjë. Çfarë thoshte Rama?
Rama ishte ai i cili tha i pari, Amerikanët ikën, tani jemi vetëm ne. Që do ta mbështesim deri në fund. Jo, se ne SPAK-u është produkt i Partisë Socialiste dhe Partia Socialiste është e vetmja e cila është garanci. Çfarë sinjali i përcolli publikut me mendjen e vet, që SPAK-u na qenë kërka një produkt politik, madje një produkt partijak, nëse do ta sulmosh. Nuk e di ata që na ndjekin e interpretojnë kështu, ë? Mi pra, unë po flas opinionin tim, do dëgjoj tuaj, dëgjon edhe timin. Çështja është që amerikanët u kthyen. Në fakt amerikanët s'kan ikë asnjëherë, me thënë drejtën. Për fat mirë. Për fat të mirë. Madje për fat akoma më të mirë, Artur, unë them një gjë tjetër, dhe kam pasur mundësi, më duket te Arbri kanë qenë apo diku tjetër, kam thënë që në momentin që një institucion e vendos fatin e vet në ca duar të jashtme, është mirë në momentet kur fillon edhe merr këmbët. Por në këtë moment, institucioni duhet të ecë me këmbët e veta. Ju bën 3 vite, ka kaluar sfida, ka dhënë prova, ka dhënë madje edhe sprova, e për këtë arsye unë mendoj që si kanë qenë dhe si s'kanë qenë amerikanët, në fakt SPAK-u, pikërisht në momentin kur amerikanët gjasme nuk ishin, dhanë provën më të madhe për të gjithë politikën e vjetër në Shqipëri. Dhe kjo ishte sprova për mua, pika që në optikën time, më mbushëm mendje që po kjo është një institucion, jo një individ, është një institucion tashmë, koshient për përgjegjësinë e vet, që e çon përpara. Jo, s'kam dyshuar për koshiencën e institucionit. E dyta, më pyetet diçka, se më ngacove diçka ke pjesa edhe e juristit apo edhe e politikanit. Turi, unë jam nga ata të cilët në këtë botë, them që sigurisht perfeksioni është larg për tu arritur. Do duhet ta pranojmë, do të jemi njerëzor, vetë të pranojmë këtë, pastaj kot që flasim. S'ka se si. Edhe SPAK-u në veprimtarinë e vet, sidomos në këtë fazë të veprimtarisë vet, mund bëhet edhe